Pasi la në mes garën për çmimin e madh në Big Brother VIP Albania 4, Egli Tako ka bërë reagimin e saj të parë nga jashtë shtëpisë. Në një postim në Insta Story, Egli Tako ndan një mesazh të ndjerë kur shpreh ndjenjat e saj të pasigurta dhe boshllokun e brendshëm që ndjen aktualisht. Egli pranon se nuk e di saktësisht si ndihet, por thekson se ka nevojë për ngrohtësinë e familjarëve dhe miqve të saj në këto momente të vështira. Më keni pyetur shumë si jam. Ndonjëherë pyes dhe veten si jam dhe nuk e di si ndihem. Unë vetëm e di që kam një boshllok brenda meje, dhe nëse shikoj brenda vetes, shoh ngjyrën e zbraztis. Është diçka e çuditshme. Ndonjëherë shpëtoj veten dhe ndonjëherë nuk mundem. Thjesht e di që në këto momente kam nevojë të ndjej ngrohtësinë e përqafimeve nga familjarët dhe miqtë e mi. Thuhet në reagimin e Egli Takos. Dalja nga shtëpia e saj ngjalli shumë reagime në rrjet. Megjithatë, jo se nuk pritej, për shkak të gjendjes së vështirë psikologjike në cilën ajo ndodhej tashmë prej disa javësh, dhe duket se shkaku kryesor ishte raporti me Justin, një tjetër banor i kësaj shtëpie. Në zarfin e kuq që mbërriti një ditë më parë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, por jo vetëm, shkruhej: "Vëllai i madh ka marrë vendimin që konkurrentja Egli Tako të ndërpres menjëherë garën. Egli ju uron suksese të gjithëve." Me siguri, lënia e garës nga Egli Tako do të diskutohet gjëre gjatë, ndoshta edhe me të vetë të ftuar në studio në prajmin e ardhshëm të së shtunës.